për këtë javë është të mbjellim për të patur për të korrur. Tani në dhjetora, është vonë për të mbjellur? Jo, nuk është, sepse patëm shumë vonesa dhe në tetor dhe në nëntor, dhe në fakt vonesat kanë qenë, ose gjërat kanë pasur shtyrje goxha të madhe që nga fillimi i korrikut deri në datën 4-5 të dhjetorit, kështu që koha për të mbjell është tani. Dhe në fakt që në ditën e sotme do një organizim të mirë agenda e gjithë secili, sepse e nisim javën me një mars në hyrje të fortë, jo shumë miqësore, pra jo shumë rrjedhshëm me Saturnin, por me këmbgulje dhe organizim është shumë produktiv. Dhe produktiv në çështje realisht të rëndësishme të gjithë secilit. Pra, jo produktiv në gjërat e vogla në rutinën, në atë të përditshmën tonë, por çfarë kemi të rëndësishme. Kështu që ata që na dëgjojnë do të ishte mirë të vendosin në agjendë çfarë duhet me patjetër të mbyllin për 2025-ës, pavarësisht lodhjes, pavarësisht ngarkesës, pavarësisht mbartjes emocionale që kanë nga viti, do të duhet ta shfrytëzojnë këtë javë me lapse letër çdo moment të javës për të organizuar çfarë duhet të ngacmojnë, të nisin, të hedhin themele, të diskutojnë, të takojnë, sepse kemi hyrje realisht të forta në fillimet e kësaj jave. Kemi Marsin, do të bashkëveproj me Saturnin, do të bashkëveproj edhe me Mërkurin, të cilët janë pothuajse të tre në hyrje të barabarta. Do një që kujdes komunikimi me prorët në mëngjesin para ditën e ditës së nesme, por edhe me baballarët gjithë gjysmën e parë të javës, kështu që me komunikimi me kujdes se mund të bëhemi më të rëndë se ç'duhet ose më pa edukat se ç'duhet. Kjo për të rritur ekuilibrin dhe për të mos harxhuar energji pastaj për të korrigjuar dhe rregulluar ato gabimet e vogla apo mërzitjet e vogla që mund të shkaktohen në fillim të javës.